Në Hamburg do promovohet libri Skënderbeu, një ero arbëror i Evropës. Shoqata e intelektualëve shqiptar, Trojet e Arbërit, një nga shoqatat gjithë shqiptare që prej 21 vitesh angazhohet për shkrimin e ruajtjen e historisë shqiptare, do të jetë bashkëorganizatore e promovimit të librit të historianit të njohur austriak profesor doktor Oliver Jens Schmidt, Skënderbeu, një ero arbëror i Evropës, së bashku me konsullatën e përgjithshme të Republikës Kosovës në Hamburg, dhe shoqatat vendore DANP, Misionin Katolik Shqiptar në Hamburg, Klubin Kosova Hamburg, Oda Hamburg dhe Iliria në Elb. Në njoftimin e konsullatës së përgjithshme të Kosovës në Hamburg, bëhet e ditur se promovimi organizohet në bashkëpunim me shtëpinë botuese Dora Istria dhe do të mundsojë pjesëmarrësve të ligjerojnë e të dëgjojnë ligjërata mbi historinë e Gjergj Kastriot Skënderbeut nga autori profesor doktor Oliver Jens Schmidt dhe botuesi e publicisti i njohur Enver Robelli. Pas programit, të ftuarit do kenë mundësinë të shkëmbejnë mendime dhe impresione mbi autorin dhe botuesin dhe një koktejl rasti të ftuar të veçantë dhe ligjërues profesor doktor Oliver Jens Schmidt, autor Enver Robelli, botues dhe publicist Mark Museum an Rotenbachum in Rotenbaumstraße në Hamburg. Të shtunën më 7 shkurt.